Atëherë përshëndetje nga Bletari VB. Atëherë sot do ju tregoj te kjo kolonia këtu, te kjo kosherja, që çfarë të keni kujdes tani që shirat do ja nisin përsëri, dhe çfarë të keni kujdes tek bletët. Kjo është një nga këto kosheret që janë me fund të dras, me fjalë nuk janë si këto antivarroa si quhen që janë me rrjet poshtë dhe mund pastrohen. Kjo është komplet dras, 4 anët është dras. Edhe poshtë është me derras, edhe sipër është prapë me derras. Fjalë nuk ka një pjesë rrjete, se këto janë që këto lart e kam ndërtuar vetë, ndërsa kjo është koshere që unë e kam pas blet. Kështu që ta hapim edhe t'ju tregoj se çfarë keni kujdes. Ose edhe para se ta hapim t'ju them se çfarë keni kujdes është që këto lloj kosheresh tani që do vazhdojnë shirat dhe është koha e keqe, do të keni parasysh që gjithmonë nga mbrapa t'i vendosni një diçka që të ngrehet pak kosheren. Që nëse do bjerë ujti këtu tek dera, tek hyrja, mos të futet brenda në koshere dhe të krijojë lagështirë. Kështu që gjithmonë nga mbrapa këtë lloj kosheresh i ngrem pak lart, që të rrinë në këtë pozicion. Jo ta ngreni komplet, po të ngrehet pak a shumë si edhe në moment që bie ujë këtu tek dera, të ike. Dhe poshtë siç shkohet tek dera, unë e kam bllokuar, kam lënë 2 cm, unë gjatë gjithë dimrit i lë me kaq hapësirë, i lë 2 cm hapësirë që të futen dhe të dalin blet. Nuk pa lë më shumë të hapme. Ma lej kaq të vogël edhe mbrohen nga çdo lloj rreziku që mund të afrohet që të futet tek kosherja, ato mbrohen. Si nga grezhat, si nga disa flutra të mëdha që futen gjatë natës në kosherë dhe i bezdisin bletët dhe ju hajnë ushqimin. Siç ju kam thënë gjithmonë para se t'ja nis kontrollin, i trokas tek dera, po nuk ju trokita tek dera, nuk e hap kosherën, se atëherë do të sulmojnë direkt. Në moment që unë i trokas, ju tregoj se po vjen dikush, një mysafir, edhe bletët nuk do të sulmojnë. Kjo këtu si shihet nuk i kam vendosur një mbulesë sipër, kam vendosur një polisterol këtu anësore, por mbulesë nuk i kam vendosur. I kam lënë një qese nga një bukë që e kam pas vendosur. Ja kam lënë këtu sipër edhe kjo e bën pak punën e vet, e mban pak ngrohtësi. Si shihet anësore i vendosim polisterol.